Ndërtimet pa leje që shtrihen në zonën e mbrojtur të UNESCO-s rreth liçenit të Ohrit do të rënohen, thot kryetari i Strugës Mendi Qyra. Sipas tij, komuna po shqyrton kërkesën për legalizime, por të gjitha objektet që nuk i përmbushin kushtet apo pengojnë infrastrukturën dhe planin gjeneral urbanistik do të bëhen rrafsh me tokë, pasi që për plazhet e liçenit do të ketë edhe një liç të ri. E bëj edhe një thirrje publike të gjithë qytetarëve të Strugës, të cilët kanë si ide në vendet, sidomos në bregun e liçenit, të ndërtojnë ndërtime pa leje, i kisha lutur mos ndërtojnë, sepse të gjithë do të rënohen, ato që janë pa leje. Mandej pritet të sillet edhe një ligj për plazhet, të cilët do të përkufizohen ose varet se si do të jetë forma më e përshtatshme për ato objekte pa leje. Struga ka shumë objekte pa leje. Gjithsej 4847 objekte ilegale gjenden në rajonin e Ohrit, i cili është në mbrojtjen e UNESCO-s. Prej disa vitesh arrin vërejtjet për shkak të mos respektimit të rekomandimeve për mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore. Ndërtimet pa leje tek ne kanë shkaktuar turbulenca gjithmonë, por jo vetëm ekonomike, por edhe politike. Edhe vazhdoj të jem kundër ndërtimeve pa leje dhe edhe biles jam edhe kundër ligjeve të cilët janë vazhdueshme për legalizimin e këtyre ndërtimeve, sepse i stimulojnë ndërtimet pa leje. Jemi në bisedime me Ministrinë e Transportit dhe me qeverinë për ndërtimet pa leje të cilët janë rreth liçenit, të cilët jemi në vazhdim të UNESCO-s. Javën e kaluar autoritetet kumtuan që liçeni i Ohrit ka ruajtur statusin e trashëgimisë botërore, por me obligim që Maqedonia dhe Shqipëria deri në vitin 2030 i zbatojnë vërejtjet dhe rekomandimet e UNESCO-s për mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore. Vendimi për shtyrjen e futjes së rajonit të Ohrit në listën e trashëgimisë botërore në rrezik u mor në mbledhjen e Komitetit për Trashëgimi Botërore, e cila u mbajt në Korenë e Jugut. Ekspertët e UNESCO-s kanë dhënë përfundime përkatësisht është përcaktuar qartë një kornizë që përfshin disa çështje, si planifikimin urbanistik, mbrojtjen e mjedisit jetësor, ndërsa në bisedime është diskutuar edhe për trasenë e korridorit 8 tek pika kufitare e Qafthanës.